Dhe tani një grup lajmesh artistike Shota sjell shpirtin artistik të Kosovës në qendër të Evropës. Një lëvizje fuqishme, veshje, ngjyra të ndezura me energji që mbushin skenën përtej kufive të gjeografisë, ansambli kombëtar i këngëve dhe vallëve Shota solli zërin e Kosovës në qendër të Evropës këtë javë, në kuadër të javës evropiane të kulturës, për herë të parë që nga shpallja e pavarësisë, Republika e Kosovës mori pjesë zyrtarisht në këtë festival të rëndësishëm ndërkombëtar. Salla e mbushur me publik gjerman, ndërkombëtar dhe shqiptar nga gjitha landet e Gjermanisë përjetoi një performancë që më shumë se një akt artistik u ndjes si një akt identiteti brenda programit Europe Sounds, muzika bashkoi Evropën në Shemincë. Kosova ndau në skenë me vende si Gjermania, Spanja, Franca, Portugalia, Rumania, Belgjika, Slovenia dhe Armenia, duke pozicionuar jo vetëm si pjesëmarrëse, por si kontribuese aktive në mozaikun e trashëgimisë kulturore evropiane. Shota solli me vetëm më shumë se vallet tradicionale, ishte shpirti një kombi të vogël me kulturë të madhe ai që voli me gjuhën universale të muzikës e të lëvizjes në një kontinent që ende përpiqet të kuptojë kompleksitetin e Ballkanit. Kjo performancë u përjetua si një hap drejt afërisë kulturore, mirënjohjes së diversitetit. Për Kosovën, pjesëmarrja në këtë skenë nuk ishte thjesht një ftesë artistike, por një akt diplomacie kulturore me ndikim të thellë.